Alarmet për mjetet shpërthyese në shkollat fillore dhe të mesme i lanë edhe sot nxënësit tetovar pa mësim. Përderisa Ministria e Punëve të Brendshme dhe organet e tjera të sigurisë së shtetit nuk po i gjejnë denoncuesit e rreshëm të bombave në shkolla, nxënësit do të vazhdojnë të humbin procesin mësimor. Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës thonë se kanë dërguar kërkesë deri tek SPB Tetovë që të konfirmojnë, por kjo do të vlejë vetëm për sot. E nëse nesër paraqitet i njëjti rast, nxënësit përsëri duhet të nxiren nga shkolla dhe të presin derisa SPB Tetovë të kontrollojë shkollën dhe të konstatojë se bëhet fjalë për alarm të rrejshëm. Ju bëjmë thirrje edhe nxënësve, arsimtarëve, si dhe prindve që jemi dakorduar edhe me organet e rendit dhe me drejtorët e shkollave, sapo kemi mbaruar edhe takimin me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës Tetovës, ku gjatë paraqitjes së një alarmi të rrejshëm për bombë, normalisht që organet e rendit bëjnë evakuimin e nxënësve nga objektet e shkollave dhe njëjtit largohen nga objekti dhe do duhet të presin në oborret e shkollave deri në konfirmimin zyrtar nga themeluesi Komuna e Tetovës dhe nga organet e rendit për vazhdimin apo mos vazhdimin e procesit edukativ arsimor, pasi që dje dhe sot është bërë si mundësi e nxënësve që pas evakuimit nga objektet e shkollave, nxënësit largohen nga shkollat dhe nuk kthehen më në procesin edukativ arsimor. E dini që nuk mund të humbet procesi edukativ arsimor, është mirë që të presin instruksionet e organeve kompetente, duke përfshirë instruksionet që do të vinë nga themeluesi Komuna e Tetovës, po njëkohësisht në bashkëpunim dhe me organet e rendit, siç është sektori për veprimtari, sektori për punë të brendshme në qytetin e Tetovës. Dauti thotë se sapo të qetësohet puna me denoncimet e rrejshme, do të shqyrtojnë mundësinë për zëvendësimin e orëve dhe ditëve të humbura. Normalisht që pas stabilizimit të kësaj situate, normalisht që ne si themelues do të jemi në komunikim edhe me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe normalisht do të bashkërendojmë qëndrimet dhe do të shohim se si këta ditë të humbura të kompenzohen gjatë këtyre ditëve që kemi pasur alarme për bomba. Për ndryshe, Gjimnazi i Tetovës Kiril Peqinović mban rekord me mbi 14 alarme të rrejshme vetëm gjatë gjysmëvjetorit të dytë. Dje alarm për bombë pati edhe në shkollat fillore dhe të mesme në Tetovë, si dhe në shkollat private që gravitojnë në komunën e Tetovës. Njoftimet për bomba në shkolla nuk shkojnë në adresat elektronike të shkollave, por në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe pavarësisht kësaj, institucionet e sigurisë ende nuk mund të lokalizojnë personin që i dërgon këto njoftime të rrejshme, të cilat po shkaktojnë shumë telashe. Problemi me alarmet për bomba në Maqedoninë e Veriut filloi para 2 vitesh në Shkup, kur e njëjta situatë si në Tetovë paraqitej atje me denoncime fiktive.